Bëj video thot për shfaqjen Simpson, hajde bëjmë qefin. Këtë gjë plak e kam përmendur më përpara. Shfaqja Simpson nuk parashikon gjë, thjesht me këtë shfaqje ju tregojnë çfarë do ndodhi në të ardhmen. Pyetja që lind tash, pse duhet ta tregojnë para se të ndodhi? Pse ta tregojnë para se të ndodhi që do bin kullat binjake? Sepse mund ta shikoni këtë gjë në fen çifutiste, besohet në ligjin e karmës, ashtu si fentate dhe të gjithë tjerat. Çifutët besojnë në redemption e shpirtit. Për sa kohë ata kanë thonë ty çën tu bë, ti je dakord me këtë gjë vet, nuk e kanë fajin ata, nuk kanë dëshkim për ta, nuk ka karma që i kap. Dhe keni shembull shumë gjashëm në Bibël, nëse keni parasysh historinë e mollave me hel. Nëse ti ishet mollë helmu me dikujt, nuk ja thu që janë helmume, dhe ai vdes, ti je fajtori. Po nëse ti ja thu, atëherë është ai fajtori. Çfarë faj ke ti këtu? Çifutët besojnë se nëse kanë ndërmend me të bëj diçka të keqe, por ta kanë thonë më përpara dhe ti nuk bën asgjë, atëherë nuk ka karma që i kap. Dhe bën sens kështu. Fakti që ke vite që e shef në shfaqje të ndryshme që kullat binjake bin, të bëhet imprint në subconsciencë. Ti nuk e mban mend, pa e mban me subconsciencë jote. Kur ndodh ti nuk habitesh, ti në fakt e prisje të ndodhve. Duke e bërë këtë gjë, duke e treguar në shfaqje të ndryshme që gjithë jetës vet shkaktojnë që kur ndodh në realitet askush nuk panikoset. Gjithë thjesht e pranojnë. Po puna është se sapo keni pranuar diçka që nuk duhet ta pranoni, diçka që u bë kundër jush dhe ka gjithë jetën që u thuhet që do bëhet kundër jush. Me këtë logjik ato të kanë bërë diçka të keqe, por kanë gjithë jetën që ta përmendin që do ta bëjmë ditë. Ti ishe i përgatitur teknikisht, ti e prisje të ndodhi kjo gjë. E ke fajin vetë që nuk bën asgjë. Duke ta futur në subconsciencë planin që kanë kundër teje, shkakton që ta kesh ti fajin tash jetutje. Nuk e kanë ato më fajin. Ti ishe i përgatitur, ta kanë thonë çfarë do të bëjnë. Dhe me këtë japin dorë të lirë vetes mbi ty. Mund të bëjnë gjatë gjithë kohës çfarë duan më të bëj, por nuk ka karma për to. Fajin e ke ti. Nuk është se s'mund ta vërtetojmë që ekziston te karma, është shpirti i njeriu të shumë i komplikuar se ç'mendoni ju. Kjo marrëveshje teknikisht që keni bërë me çifutët, që ju e dini që do ju vijë gjë e keqe, po thjesht e pranoni të vijë. Kjo është e njëjtë me marrëveshjen që bëni me djallin. Nëse dini një gjë për të se funksionon koncepti i djallit, ai nuk ka fuqi mbi ty, ai thjesht ka fuqi me ndryshuar mendjen. Të marrëveshje me të, ti jep shpirtin e tij dhe në shkëmbim merr miliardë euro, atë që deshet ti nga jeta. Gjithë thelbi, gjithë koncepti i atij është që ai nuk mund të të mashtrojë, ai duhet të ta thotë që unë do të marr shpirtin. Je i sigurt për këtë gjë? Nga tash jetutin, nëse ti thua po, ishte vendimi jot, është faji jot. Dhe kjo është e njëjta gjë që ju bëjnë me shfaqjen Simpson dhe me shumë shfaqje të tjera. Thjesht ju thonë çka kanë ndërmend me bë, ti je shef, ti je dakord me të dhe nuk bën asgjë kur ndodhin. Pasoja është e ti, faji është e ti, ato thjesht marrin rezultatet. Kështu që me këtë logjik nuk mund të themi as që kanë gabim, ato kanë drejt nga perspektiva e tyre, ne jemi budallëk këtu. Kjo po ndodh.